Pse ti për momentin nuk e kupton, nuk do me thonë që ajo nuk ka e madhe. E këtu është ai dështimi i Kurejshve, ato se kanë kuptuar, kanë dashur veç mutall. Mja ul moralin pejgamberi që ta rrog depresioni, e që të lodhe me përhapjen e fesë. Po elhamdulillah e ka pas Allah ndihmës. Edhe kur s'u lodh. Edhe këta ja ka dëshmuar mas miri kur i ka thënë, po si të ma kishe vendosur ndillin njënë në nënë, hanën nënën tjetër, kjo s'do të më kish nalë me përcjell. Shka t'jep kjo me kuptu? Se unë që e përcjelli mesazhin, kjo nuk ka diçka prej meje, kjo është urdhër prej Allahit. Nëse unë këta nuk e baj, unë e shkatrona. Pluhun e ban Allah azza wa jalla. Në thonë, mesazhi i Allahit, pa marrë parasysh, a je ti gjallë, a jam unë gjallë, a është ai tjetri gjallë, a është ai gjallë, nuk ka lidhje kush është gjallë. Ajo çka ka lidhje është se na çdo herë duhet me lut Allahit azza wa jalla që Allah na përdor për hajër.